A e dini se dikur Vlora ishte e mbushur me pirat? Jo, s'është legjend. Është një dëshmi e shkruar më shumë se 440 vjet më parë, nga një fisnik francez që vizitoi Shqipërinë në vitin 1579. Në ditarin e tij, Mon Voyage en Levant, Jean Carlier de Pignon rrëfen se gjatë udhëtimit nga Venecia drejt tokës së shenjtë, anija e tij ndaloi në portin e Vlorës. Aty mes maleve të Himarës dhe ishullit të Sazanit, u ndesh me pirat që fshiheshin pas shkëmbinjëve. Sulmonin anijet dhe rëmbenin udhëtarët për shpërblim. Francezi përshkruan se si disa prej njerëzve të tij ranë rob, ndërsa të tjerë u shpëtuan fal ndihmës së vendasve shqiptar. Në qytet ai dëshmoi drejtësinë osmane në veprim, rrahje publike, dënime me kamgjik, e tregtar që blinin e shisnin mallra në një port plot jetë. Vlora, thot ai, ishte e bukur, e gjelbër dhe plot xhamie tregje, por edhe e mbushur me pirate fusta që sillnin plaçka nga deti. Ky rrëfim i vitit 1579, përkthyer në shqip nga albanologu Robert Elsie, është dëshmia e parë franceze për Vlorën, një copës e rrallë historie, që tregon se portet shqiptare dikur ishin skenë aventurash të pabesueshme. A do të doje të shije si dukej Vlora në atë kohë, mes piratëve e tregtarëve? Shkruaj poshtë në komente.